Ligj të ri, me një projekt ligj të cilin e kam depozituar në datë 21 nëntor të vitit 2025 që lam pas dhe që vazhdon është në sirtaret e kuvendit. Ky projekt ligj parashikon ndryshimin e ligjit të arsimit lart, ku edhe mësuesit që kanë mbaruar para futjes së sistemit të Bolonjës të cilësohen si me shkollë të lartë dhe me master 60 apo 90 kredite për të marrë 50.000 lekë e pagesës kategorisë. Ja u bëra këtë rezume për të kuptuar ku jemi sot. Sot majoranca ka vendosur që të na hedhë hi syve, të bëj disa akrobacira dhe gjithë problemin që e krijoi vet, e mohoi vet, tani do që ta zgjidhi vet. Dhe dje ish ministrja në fakt Kushi ka prezantuar një projekt ligj për ndryshimin e ligjit të arsimit parauniversitar, ku supozohet që do të rregullojë këtë që ata shkaktuan vet. Por ku qëndron kleçka dhe problemi. Së pari njëherë dua t'ju them të gjithë mësuesve që ne ja dolëm. Kjo është një betejë që një vit e gjysmë ja vleti. Ata u tërhoqën, pavarësisht se e mbrojtën me fanatizëm që kishin të drejtë, erdhën në çdo komision, bën një VKM, ka një vit e gjysmë që s'ja u japin pagesën, por duke qëndruar dhe duke protestuar me krah mësuesin dhe sindikatën e tyre, ne ja dolëm. Ajo që sot ata duan të bëjnë është që nuk më pranojnë dot të votojnë një projekt ligj të një deputete të opozitës, sepse kështu humbin kreditet si majorancë. Atëherë unë sot jam e gatshme që t'ja dhuroj projekt ligjin tim ish ministres Manastiliu ose Kushi, le ta vënë ato emrin e tyre në atë projekt ligj, por të miratojnë atë projekt ligj dhe jo një siç duan të miratojnë, sepse ky i riu është problematik për faktin sepse duan të vendosin një datë të punësuarit para 2017-s, ndërkohë që duhet jetë për çdo mësues pavarësisht se kur është punësuar.